Mbikëqyrje, na duhet jam pra më gjithmonë të nuk u flet mjektor, terapia një morë, sot është faktikisht unë jam siguri pitë, nuk e di. Është mbyllur për publikun seanca ndaj Bedri Shabanit dhe Muharrem Qerimit, të akuzuar për spionazh. Krejt kjo pasi që i akuzuari Shabani deklaroi se nuk është në gjendje të mirë shëndetësore. Po, kena morë për në tosë se si është terapia që në shtuponë, e pa mund që e morë pjesë në seansë. Ka ndërguar tek doktorin brenda burgut. Po, brenda burgut. Ka ndërguar tek burgut. Seansa mos në botë, nuk jam në gjendje me mos. Brenda burgut. Po, ku morë terapi plus asaj jam ashtë një gjendje që është e vështirë, jam mbikëqyrje të mbjellë çdo 30 minuta. Mbikëqyrje, na duhet jam, pra më gjithmonë të nuk u flet mjektor, oficerët më qerë derën të mëshira jam mirë në shëndet, kështu që nuk jam i gatshëm ta përcjellë seancën. Kam shëstime të shumta dhe kërkoj mënyrë humore që të shtyhet kjo seanca tjetër, dhe në herën tjetër pse që do të bëj më mirë, për shkak se terapinë që më të marrë terapi shumë e rëndë, nuk mund të përcjell seancën. Kjo është kërkesa ime në fund. A ki nevojë me ta sjellë ai doktor? Jo, ambulant. Terapia një morë, sot është faktikisht unë jam siguri pitë, nuk e di ku apo jam. Vazhdo që të mani. Pas kësaj, avokati i tij Besnik Berisha kërkoi largimin e publikut e më pas të deklarohet në lidhje me gjendjen shëndetësore të klientit të tij. Sepse nuk mund të ndaj informacionet e tilla, realisht po ndihem keq për klientin kur është objekt i një... Ju pa publicitet, do të keni kërkesë për një përjashtu publik? Po, për këtë pjesë, po, sepse është në dishku. Po kuptoj, për çfarë arsye mund të përjashtu publiku? Natyren e përqipozon mbrojtësi me e vunë vjeri çështjen shëndetësore të akuzuar dhe Shabani, natyren llojit të smundjes. Ne jemi jurista, po kemi mjek. Megjithatë, unë konsideroj që duhet respektuar e drejta e të pandehurve sa përket trajtimit mjekësor, por mendoj që ndoshta nuk duhet him në këtë fazë elaborimin e diagnozës apo problemeve shëndetësore që i ka i pandehurit, pasi që jemi në pritje të raportit nga eksperti mjekësor se është në gjendje të përballojë gjykimin e vet. Megjithatë, e lënë diskrecionin gjykatës vendos në lidhje me pranimin ose përjashtimin e publikut. Kjo kërkesë u pranua nga trupi gjykues. Trupi gjykues lidhur me përgatimin e avokatit Besnik Berisha, pas konsultimit, me vendim, aprovohet kërkesa e ndërgjegjes të avokatit Besnik Berisha, përjashtohet përkohësisht publiku nga kjo çështje penale, kryesisht urdhërohet largimi nga salla e të gjithë personave